Amerikën nga rajoni. Por Amerika do jetë më kujdesshme, do kërkojë më pak haraç, do uli haraçin e lekëve që do i mori këtyre princutëve arabër, këtyre beduinëve miliarder, do jetë më kujdesshme, por nuk do bëhet Amerika është e kot nga lindja mesme, biles as nga gjiri persik, nuk do bëhet. Në Irak varet se aty është shumica shiite, janë kurdët, janë sunitët, janë kristianët e Irakut, është që nga ta rrumë ajo punë. Por Amerika mund të luajë me Ayatollahun e madh Ali Sistanin. Është autoriteti më i madh i shiizmit tani. Se ai që ishte u vra, domethënë Khamenei. Ky moshtaba nuk dihet është gjallë apo jo, plus është djalëri, nuk e di ai ka marrë gradën e Ayatollahut apo jo. Djalëri relativisht, se ato rrojnë nga 80-90 vjeç, kështu që 50 vjeçari është djalëri. Sipas mediave ndërkombëtare gjendje të rënd ka qenë, po, ndërkohë që ata sot po mediat perëndimore theksonin që ai e ka dhënë okay në final që të hapet një dritare për negociata dhe në fund të paraqitet ky plan. Po tani babai i tij kishte autoritetin moral. Pra nuk mund i shkonte në mend një general i gardës revolucionare ta kundërshtonte. Ishte si plaku mere ke filmi i Driterova me skenar Driterova Gollin. Pra stërnipat nuk guxonin ta kundërshtonin plakun mere. Fakhreddin Aliu e këto tjerët baftarit. Në fund pastaj shtëpia mbeti poshtë, po. Po, ku ishe keqja? Tani plaku mere ka vdekur. Ky që ka zëvendësuar nuk ka autoritetin moral. Te shiitët autoriteti moral është shumë i rëndësishëm. Ai ishte gjysmë perëndi. Domethënë mund të ishte hero, mund të ishte trim, si rasti general Sulejmanit, një mendje brillante, por priti herë se ai është shumë afër Allahut. Unë jam njeri i zakonshëm, ai është shumë afër Allahut. Ky autoritet nuk ekziston më, është vetëm ke shiitët e Irakut që është Grand Ayatollahu i madh Ali Sistani. Duke qenë plak, duke pas një emër të madh që bët edhe sherrë ideologjike, fetare, me këtë që u vra, me Khamenei, domethënë. Që është nga ato sherrët bizant, ëngjët janë meshkuj apo s'kan seks fare, me këto sherrët fetare të shiitëve, por ishin autoritet të dy, ishin dy plakumere, një plakumere të dy. Tani plakumere një u vra. Dhe ky është problemi i madh për Iranin, sepse ato janë mësuar me një figurë të tillë. Dhe generalet që kanë ngel gjallë, që kanë pagu faturën e gjakut, do komandojnë shumë të tepër në Iran. Domethënë ushtria do zvoglohet, Ministria e zbulimit e inteligjencës, që i thonë ato, do zvoglohet rëndësia, sa do kanë 6-7 shërbime sekrete, do forcohet roli i shërbimit sekret gardës revolucionare, kështu që ky kryeministri jonë që shpalli organizatë terroriste, besoj se do ketë probleme dhe ky nuk është kërcënim. Këtë e them për ato shokët. Do vim aty, po kam një pyetje, do vim aty për ta mbyllur, po kam edhe një pyetje tjetër tek ky plani me 10 pika, se ne përmendëm vetëm 3. Do ky kishte edhe normalisht pagesa e dëmeve të luftës e tjera, por të gjitha këto ju vëreni në një pikë tjetër aty që mundet të shënojnë një kthesë në të ardhmen, pra ka ndonjë si puna e saj tani djalli fshihet e detajet, ka diçka tjetër aty? Që m'ja vjen marrëveshjet në qoftë se nuk garantohen nga forca, bëhen për të shkelur. Pra nuk mjafton marrëveshja në letër. Domethënë që në kohën e paqes së Vestfalisë në vazhdim, marrëveshjet kanë rrezistuar kur mbrapa marrëveshjes ka qenë forca. Pra asnjë nga palët nuk kishte përfitimin e nevojshëm për ta shkelur marrëveshjen. Nuk e rrende Trahanaj që do e shkelë se përfitoj jo, prit se ai ka forcë. Edhe unë që doja ta shkelja, kisha frikë nga ai, po dhe ai kishte frikë nga unë, se dhe unë kam forcë. Pra, kjo marrëveshje mbështetet mbi forcën konkrete në terren. I leverdis Amerikës ta shkeli, i leverdis Iranit ta shkeli, kurse këto pastaj pagimit dëmeve njëra e tjetra, këto janë gjëra të dorës së tretë. Janë gjëra të dorës tretë. Problemi është i leverdis njëras prej palëve ta shkeli, mund të guxojë Izraeli të bëjë ato false flag operations, pra operacionet me flamur falso, që shkaktoj një gjëm që të shkelet, pak e vështirë. Po Pakistani pse e zgjodhën si fuqi bërthamore apo ndoshta e para Pakistani fuqi bërthamore, e dyta është shtet mysliman me shumicën ndërmuese të popullsisë myslimane. Ka marrëdhënie speciale sigurie me këto sheikdomet dhe gjirit persik, duke filluar nga
Arabia Saudite. Pakistani, ja 60 vjetët e fundit, ka qenë aleat i Kinës dhe vazhdon të jetë aleat i Kinës për hir të Indisë, kanë sherrën me Indinë ato. Që të dy fuqi bërthamore, Pakistani goxha më e vogël se India dhe më i varfër. Kështu që i duhet Kina. Pra, ndërhyrja e Pakistanit do të thotë që është aleat dora kineze, mos harroni marrëveshjen për uljen e tensioneve midis Arabisë Saudite dhe Iranit të disa vite më parë. Ishte dora Kinës që ulin tavolinë. Ishte edhe ky që u vra, që ishte kryetar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, një nga mendjet më të ndritura të Iranit, që ishte filozof, ishte matematicien, ishte specialist për quheshin njëri kohë rrymat e dopta, domethënë këto shkencat kompjuterike, ishte politikan, ishte trim, plagos u ful betejë. Pra, Kina e vuri atë në tavolinë me Arabinë Saudite që u arrit marrëveshja. Pakistani në këtë rast me autonomi mbetet krau i zgjatur i Kinës. Si duket edhe Xi Jinpingu e kuptoi që shkoi shumë larg kjo punë dhe Kina ende nuk është e gatshme për këtë punë. Xi Jinpingu me sa duket e ka da mene që 2049, pra 100 vjet nga Kina popullore, nuk do arrihet prej tij, pasardhësi do arrijë bashkimin me Tajvanin e tjerë mrena 100 vjetorit të Kinës popullore. Besoj unë, njëret për të pa. Megjithatë, prap në konflikt edhe raketa lidhjen e mesme ne duket sikur do vazhdojmë të shikojmë që të ketë këto ditë luftime, sepse Izraeli ka thënë që anëpushimi nuk e përfshin Libanin, do të thotë që andej do vazhdojnë atë krah. Po, është një grindavecëri idiote kjo e Netanyahu. Pse? Do vazhdojmë, do vrasë edhe në imi libanez, po pastaj. Duhet kuptojmë jo, çmimi i gjagut. Gjagu amerikan është i shtrenjtë, gjagu izraelit është super i shtrenjtë, gjagu iranian është i lirë, gjagu libanez është edhe më i lirë, gjagu i shiitëve afgan që i përdorte mish për top Iranin, Siri, herë i kohë, shumë herë më i lirë, $200 rrogë merrnin. Pra shkonin për të vrasë Siri për $200 rrogë, kupton? Komandot tona ku shkojnë në misione duan $100 në ditë. Pra, nuk ka rëndësi që do vrasi Izraelin në Liban. Nuk ka rëndësi. Çdo vatër zjarri është problematike. Pse? Izraelit i kanë ngjarë një gjë më madhe. Ajo që ngjau Hernán Cortésit kur zbarkoi në perandorinë e madhe të Montezumës, të Aztekëve. Në fillim, nga që shigjetat nuk i shponin këto pasmoret, këto këmishat me rrjet teli të spanjollëve, meksikanët menduan që spanjollët janë pa vdekshëm, janë perëndi. Kur pan spanjollën e parë që u vra, po këto vdiskan. Këto nxjerr kanë gjak dhe vdiskan. Në moment që këto u vritkan, atëherë hajt i vrasim. Dhe kjo e Iranit tregoi që Izraeli nuk e ka atë superioritetin e jashtëzakonshëm teknologjik, ushtarak, pra mos u kruj me Izraelin se të thyj brinjët. Kjo tregoi që prit se Izraeli pas ka ca pika dopta. Edhe Izraeli në mos mundet mund të nxjerrësh lojën remi. Çfarë do thotë kjo? Egypti shef. Sot është një feldmarshall Sisi aty sundimtar i Egyptit. Po Egypti është 90-100 milion banor. I varfër, po goxha i armatosur. Dhe egyptianët kanë një lloj nacionalizmi që kanë trashëguar që nga socializmi bafist, socializmi arab, i Naserit, i këtij të kolonelit tjetër. Kështu që nuk i dihet çfarë mund të bëjë Egypti. Mund marrë dhe aventurë ky i bëhet sherrri në shtëpi që mos ta hedhë popullit, dalin demonstrat, bashkohet ushtria me popullin, hajt po i fusim i luftë me Izraelin. Pse? Se Izraeli u mund ka. Në mos u mund ka mund të nxjerrësh lojën e shahut të përgjakshëm remi.